një diçka tjetër, kështu një diçka dhe ide të re, qaj opozicion, anti-sëmp, kushtimisht po thot, me veriju, me beradojqiqa, me vuqiqa, edhe populizmi, nacionalizmi është i zënë, vjosa e lumiru do është me lyp dikat tjetër, me të përtu që po thot muja me politikë, diçka ma interesante liberale, atë majta, djathta, si shko nësi. Mirë, po me pos një të shumë ma thune e mu e sët. Në raport me ndërkombëtar. Se përshë që përmbërën me kështu me furë. Thuma cila u ka uza Vjosa Osmanit në këto zgjedhje. Po çfarë lufton ajo? Ti, unë nuk e di pse një kap fort për Vjosa Osmanit. Çfarë është dasht ma mirë që të pyetje e kiti, pse mos më bo me Abdegjikun edhe LDK? Se kom këtë problem. Ju që të problem e keni. Edhe PSD-ja, më të shoh Vjosa Osmanit. Se kom këtë problem që u bo me Dëgja, demokrati kodre se cili me se cili mu bo. E vetëmja që ka komunikuar me ndërkombëtarët u kon Vjosa Osmani edhe pranoja një gruz. Se bredhe që ato kur i bojnë njerëz dhe diçka mirë nuk e pranani. Sepse një me halin të shpja pranon me ndërkombëtarë që ka pas... Une për verë, se di me apedin që po flet me muë. Po dhe me ty, po edhe me kolegje. Saksisht, ku ka bo një punë të mirë, po unë bravo, laudatio. Mirë, asu kune mirë marinën, sa i përket me bashkëpunim ndërkombëtar. Po, 5 vjet ja ka humbë Kosovës në do iluzione që ja ka mirë Albin Kurtin kry, edhe sot den pa ka uzë në zgjedhje me populizu. Hajde folum, vonë kolege, vonë shoqe, shoqja presidente. Ma mirë vonë se kur. Po, vetëm pranveras mos të ndërim, se pranvera nuk u sharua sa duhet. Nuk ujta deri në fund me thonë, veç po du mi Halilit të thapë që kjo nuk ka pas e vetmi person, institucion, se prezidenti është institucion veti, e cila ka majt marrëdhëniet e mira, me ndërkombëtarët, Amerikan, BE-n, e tjerë, ka pru njohje